këtu është ku ti fillon dhe bën punën tënde. Po. Tani unë nuk e di nëse një nga çunat mund të futet dot, se dia futet dot. Besoj që po, pak nga pak dhe nga dhe. Okej. Tani ti nise që të pikturoje. Po. Do të thënë, ti pikturën e ke patur pasion? Po. Që kishe me qef, që fëmijë. S'ke bërë asnjëherë kurs pikture? Jo, nuk kam bërë asnjëherë. Kur? Jo, kur. Okej. Dhe ku pikturoje? Në shtëpi. Aha. Kjo është shumë e hershme si pikturë, domethënë e kam ruajtur. Është goxha. Sa vjeç e ke? Në 2008 në 2008 po. Duhet kemi qenë diçka në vit. Cila veshje është? Kjo është veshja jonë popullore. Veshja jonë popullore. Pastaj se i kam ruajtur disa gjëra. Nuk kam edhe këtu, e kam gjetur këtu në mur. Aty çfarë ke pikturuar? Dy kuaj, luftëtar. Praktikisht një luftë romake, Po. ndoshta. Bruzja 93. Po. E pas ke bërë dhe targën. Po, është vit prodhimi. Viti prodhimit. Pastaj këtu kam punë të ndryshme, e kam nisur me këtë. Është punë që është komplet punë dore, domethënë. Është me spango. Kur e nise që ti që të bëje punë dore? Që të filloje me punë të tilla? Diku nga mosha 20 vjeç. 20 vjeç, ë? Po. Mbarove universitetin apo Jo. gjatë universitetit Jo, paralelisht? ka qenë paralelisht, domethënë. Ka nisur si hobi, pastaj edhe zhvillova dhe më tej. U bë dhe diçka fitimprurse për mua. Okej, sa i shisja? Kjo ishte në atë kohë e kam pas shitur diku ke 7.000, 8.000, 10.000, Okej, sepse fillimet kanë qenë të vështira. okej. I kam pas shitur në rrugë, më pas Ku në rrugë? në rrugë para dyqanit. Këtu? Po, këtu, para dyqaneve këtu. S'tvinte turp? Turp, puna është nder. Jo, patjetër, po. Ose se fjalën turp ne kemi, nuk ndjeshen siklet? Ndoshta pak, po kur shikoj e lekun pastaj, Sa ka qenë dita më e mirë që ke bërë? po 20 vjeç ti me punë dore. doja, domethënë diku 40, 50 varet. Në ditë? Po, po. Wow. Ti pas ke punuar shumë mirë. Pastaj vazhdova me porosi online. Po, kur u hapën dhe rrjetet sociale, kur ka qenë suksesi i punës me dorë? Le të themi diku para 9 vitesh ka qenë goxha, tani ka 2 vjet që nuk Që nuk preferohet më fare? fare. Pse? Po thuaj se 3, le të themi 3 vjet. Pse? Sepse është futur kinezi jashtë mase, domethënë Edhe të gjithë i marrin nga Kina? patjetër. E kanë më kollaj ta marrin diçka që ka bërë fabrika si sa. Pastaj nga kjo bëra zemrat. Këto i tregtoja për Shën Valentin, Okej. online. Sa e shisje zemra? Zemra 10.000 lekë. 10.000 lekë zemra. Po. Kishte sukses zemra? Po, ka pas goxha. Po ishte një punë që, domethënë kishte shitje vetëm për një javë. Ti duhet përgatiteshe që të kishe volum, sasi. Sa copë zemra, sa zemra ke shitur ti? Të them drejtën nuk i mbaj mend. Eksakt, kështu. Po e di që një dy vite mirë ka ecur, domethënë kjo puna e Po internetit. këtë kallamin e peshkimit? Kjo është sporti im i preferuar. Sporti jot i preferuar. Po. Kush nuk e ka provuar peshkimin, s'do ta kuptoj asnjëherë pse quhet sport. Ajo është relax komplet. A është relax? Ku Aty unë gjej paqen. Ku peshkonte? Ku të ketë det, lum. Kur shkon? Kur jam e lirë, domethënë kur kam ditën e pushimit, shkoj. Apo kur Për shembull hera e fundit që ke peshkuar. Hera e fundit ka qenë para një 6 muajsh. Është pak. Okej. Se më ka ndodhur edhe situatë, po. Pse me çfarë situata shka ndodh? Jo, kam pas për, domethënë, si më thënë, familjarët të paqefshëm edhe jam shkëputur pak nga peshkimi. Po, nga peshkimi. Megjithatë të relaksohesh në peshkim. Shumë jashtë Me kë peshkon? Ke miq që peshkon apo? Vetëm shkoj kam kushërinjt, edhe me ata shkoj, po përgjithsisht shkoj vetëm se du të gjej atë qetësinë time, domethënë. Është adrenalin vete. Cili është peshku më i madh që ke peshkuar? Peshkot 200 grama. Vërtet? Dhe pastaj ke shkuar ja ke çuar mamas për ta gatuar. Po.
është dhe i shishëm peshku detit. Është i shishëm peshku i detit, është i shishëm. Po ç'nemo në cilin ku pas ke peshkuar ti tani se po përpiqem të kuptoj. Në Lezhë. Në Lezhë. Në Ishull, po. Në Lezhë. Ishull Lezhë në fakt ka shumë. Kërcen peshku. Ka shumë prorje. Unë kam bezdi vetëm pjesën e krimbave, personalisht, po ti Ja, se duhet i mbledhësh vetë. Sot i gjen edhe, domethënë shkon edhe i blen, i gjen edhe të gatshme